Të dashur shqiptar, historia e Shqipërisë është histori e pamposhtur, dhe këtë histori do ta gjeni në faqen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, dhe unë sot po përpiqem ta kuptoj origjinën e shqiptarëve të Maqedonisë. Akademia e Shkencave të Shqipërisë thotë që qyteti i Manastirit është qytet i lashtë i lirë, dhe jam i bindur plotësisht që është i lirë, që është shqiptar. Pastaj shikoj dhe kërkoj veprën e Ptolemeut, dhe thuhet që emri i manastirit ka qenë Herakleia Lynkestes. Në fakt, ata që kanë bërë Wikipedia nuk e dinë që Lynkestes do thot banore e Herakleas. Herakleia është emër femëror nga helenishtja Heraklea, ose emri i Herkulit. Fjalë për fjalë do të thot fama e Herkulit, ose fama e Herës. Hera donte që Herkuli të vdiste, sepse Herkuli pra ishte biri i Zeusit i paligjshëm i tij, dhe Hera pra donte ta mposhte Herkulin. Dhe Herkuli vdiq një ditë nga shigjeta të helmatisura. Vdekja e Herkulit ka ndodhur pikërisht në një vend ku sot banojnë Arvanitas. Dhe emri Arvanitas vjen nga Albanoi, njerëzit e bardhë. Pra ky qytet ku banojnë sot shqiptarët ka qenë i quajtur Herakleia Lynkestis. Askush nuk e di që Lynkestis në shumës ka qenë Lynkestai, një lloj si Penestai. Kush janë Penestai? Janë banorët e Dibrës, të dashur shqiptar. Gjyshrit e mi janë Penestai. Pra një lloj siç u krijua fjala Penestai, një lloj u krijua fjala Lynkestai, banorët e Herakleias. Pra emri plot është Herakleia Lynku. Çfarë është Lynku në gjuhën ilire? E pra Lynku vjen nga Lynkeion, është emër përkëdhelës i helenishtes Lynx. Rëqebulli, të dashur shqiptar. Fjala rëqebull vjen nga fjala rësh në shqip. Rësh është rëqebulli tek gjuhët slave. Në gjuhën ilire, që është gjuhë helene, ai quheshte Lynkos, që është një derivativ i fjalës përkëdhelëse helene Lynkeion, që vjen nga Lynx, i thon rëqebullit. Ka pra 3 derivativ të një fjale greke për rëqebullin. Dhe Lynkestai pra ishin rëqebujt, fjalë për fjalë, bisha të fuqishme. Kjo është origjina e qytetit të Manastirit. Pastaj çfarë ndodh, të dashur shqiptar? Ky qytet pra ishte në Maqedoni. Maqedonët flisnin helenisht. Aleksandri i Madh përhap helenizmin në Egjipt, në Irak, në Lindjen e Mesme, udhëton për në Indi, përhap deri në Indi helenizmin. Dhe këtë dim ne nga qytetet Aleksandria, kudo që shkonte ai ngrinte një qytet, Aleksandria. E ka ngritur një në Egjipt, ka një Aleksandria në Afganistan, pra deri atje ka shkuar Aleksandri i Madh dhe pastaj është kthyer. Praktikisht ka pushtuar të gjithë botën e njohur antike. Aleksandri i Madh është i vetmi pushtuesi i botës. Dhe ka bërë këtë në mënyrë të rrufeshme. I fitonte betejat në mënyrë të shkëlqyer. Por nuk ishte shqiptar Aleksandri i Madh.
ishte grek, më vjen keq që ju a them, fliste greqisht. Të gjitha dokumentat janë edhe greqisht. Aleksandri fliste një dialekt helen, dialektin maqedon. Shqiptarët janë bërë të besuar që janë pasardhës të ilirëve, pra ilirët flisnin greqisht. Të gjitha qytetet ilire në Shqipëri janë greke. Mbi shkrimet greke, monedat greke, emrat e varreve janë greke, more emrat e puseve janë greke, nuk ka asnjë emër shqiptar. Por ne kemi emrin Manastiri, nga doli ky emër. E pra, Perandoria Maqedone u shkatrua nga romakët. Dhe qyteti Heraklea Lynkestis u pushtua nga romakët, u vendos aty një legion romak. Në Shqipëri dhe në Maqedoni, nga shekulli i 3 dhe deri në shekullin e 5 kanë rënë për 200 vjet tërmetet të llahtarshme. Dhe e keni parë në filmat e mi që Apollonia është zhytur në ujë e gjitha, 60.000 banor kanë vdekur brenda natës. E njëjta gjë ndodhi në Heraklea Lynkestis. Brenda natës, nga shekulli 5, i erëson u shkatrua i gjithë qyteti. Dhe pastaj, kur erdhën slavët, gjetën gërmadha. Dhe i quajnë këtë vend Banes, në gjuhën slave. Në gjuhën slave, Banes do të thot obitel ose obitil. Dhe vjen nga gjuhë slave ob, që do të thot përreth, dhe viti do të thot ta rrethosh, rrethotull. Obviti, pra, është origjina e fjalës obvitel, vend i rrethuar. Një lloj siç kemi ne fjalën gardh. Gardhiki, emrat e qyteteve arvanitase në Greqi, janë emra shqiptar. Pra, toponimet shqiptare janë në Greqi. Origjinale, përse do thoni ju? Sepse Shqipëria, Maqedonia, Dardania, Malizi, të gjitha ishin pushtuar pra nga slavët. Slavët arritën deri në Greqi, por toponimet shqiptare atje nuk i ndryshuan. Pra toponimet origjinale janë në Greqi. 4.000 toponime shqiptare po i heqin grekët. Dhe ky është një turp i madh. Ky vend që quhet Obitel pushtohet nga shqiptarët. Dhe shqiptarët i shkurtojnë fjalët. Obitel, Banes, shqiptarët e shkurtojnë në Bitol. Një lloj si Kabalus në Kal, Amicus në Mik. Shqiptari i shkurtojnë fjalët. Medicus në mjek. Madje shtëpi, shtëpi. Mëngjes, mjes. Shqiptari e ka perimetrin e kokës të madh, po koka e shqiptarit është thjesht kock, si koka e dinozaurit. Dinozauri ka një kokë gjigande, po trurin e ka sa të bretkocës. Dinozauri, se është një bretkocë gjigande e rritur. Dhe shqiptari është i fuqishëm, i madh, si Herkuli, po trurin nuk e ka, as Herkuli s'kishte tru. Kishte vetëm fuqi. Pra shqiptari shpërdor për hapjen e minierave, lërimin e tokës, pastrimin e qypave me mjalt, kush do i pastronte? Greku 3 herë në ditë mbyshte qypin plot me mjalt të ëmbël, edhe shqiptari kishte detyrën ta derdhte atë në lumin drilon, që do të thot organ mashkullor. Tani, emri shqiptarit Penesteia është formuar një lloj si emri i Herakleia Lynkestis. Është emër abstrakt, femëror. Penesteia do thot varfëria, skllavëria në greqisht, dhe këta janë penestët i lirë, dibranët.
janë quajtur penest. Pra të gjitha emrat e qyteteve në Dibër dhe në Shqipëri dhe në Maqedoni janë në greke përpara se sa të vinë slavët. Dhe slavët gjejnë aty gërmadha, e quajnë këtë një vend banimi, obitel. Kjo bëhet bitol në Shqip. Grekët përpiqen ta bëjnë këtë fjalë me origjinë nga fjala lopë, bu, i thon lopës në gjinore në greqisht. Dhe e kthejnë këtë fjalë në butel, vendi i lopës. Këtë kanë bërë gjithmonë grekët. Çdo gjë e kanë kthyer në greqisht, çdo fjalë. Dhe ky është shembulli tipik që ne do e përdorim në filma të tjerë, se si u ndryshua emri i obitel në bitol nga shqiptarët, pastaj u kthye në vendi i lopës në greqisht. Kjo quhet luftë etimologjike, që grekët kanë bërë për 3000 vjet me shqiptarët. Çdo fjalë shqiptare të ngjashme me greqishten, ata kanë kthyer në greqishte të pastër. Pra, unë nuk po them që emrat në Shqipëri janë greke që në fillim, mirëfilli, por janë kthyer në greqisht, është e sigurt kjo. Prandaj emrat të përgjithshëm helen sot në Shqipëri janë toponime. Himaros i thon Përojt, është emri Himarës. Unë kujtoja se ishte përbindësh mitologjik. Pra është emri vonë, një lloj si Bitola u bë emri i lopës në greqisht, është emri vonë. E njëjta gjë ka ndodhur në Himar. Qeparo vjen nga fjala kopësht në gjuhën greke, emri i përgjithshëm. Vuno vjen nga fjala bonos, mal, emri i përgjithshëm në greqisht. Pra janë emra të vonë, nuk janë emra të lashtë. Potami, fshat në Himar do të thotë lumi, emri i përgjithshëm. Çdo emër në Shqipëri është emri i përgjithshëm grek. Lisos i thon gurit të lëmuar, emri i përgjithshëm grek. Aulon, qyteti ynë, i thon gryk, lumi. Në greqisht lugin është Aulona. Dyrakion, emri i Durrësit, do të thotë shkëmbi keq në greqisht. Emri i përgjithshëm. Pra, shqiptarët nuk kuptonin greqisht, binin kontakt me grekët, tregtarët grek që na shisnin neve sapunin për djath, dhe ashtu na helenizuan ne, siç helenizoheshin vendet të tjera të pushtuara më vonë pastaj nga europianët. Kolonistët europianë kështu helenizuan ose europianizuan Shtetet e Bashkuara të sotme të Amerikës. S'kishte ati Amerikan, kishte vetëm indigjen, edhe në Shqipëri s'kishte grek, kishte indigjen, por indigjenët e humbën gjuhën e tyre amtare. Nuk e kemi, është zhdukur gjuha origjinale e shqiptarëve penest. Pra, në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Bitola quhet emër i lashtë, Helen. Pra, autori i këtij artikulli në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë nuk e di që Bitola ose manastiri përkthyer në greqisht, banes për murgjerit, është emri i vonë. Është marrë nga slavët. Dhe para shekullit të 6 të Ereson ka qenë qytet i bukur Herakleia Lynkestis. Lynkestai, një lloj si Penestai në numrin shumës, sklevrit në Dibër, të dashur shqiptar. Ju dua shumë, ju dashuroj. Jam bërë gjeni, po ju do me jepni mua diplomën, more? Ju do me jepni mua diplomën, more? Po unë ju kam bërë mjalti ju të gjithëve, e kuptoni apo jo? Këta do më japin mua diplomën, e kupton ti? Pres diplomën nga këta. Ju falinderit, mjalt ngrënës Pelazg, në filmat të tjerë shkencor. Mirupafshim, Akademia e Shkencave të Plepave dhe mjaltit dhe sidomos e Drilanit. Drilanin e ka shumë qef shqiptari, aty e der të kohën e mjaltit grek. Mirupafshim në filmat të tjerë.